Bajrami i madh, bajrami i vogël, I keni një këtë shprehje populli e përdorin shumë shpesh. Po vjen interesant sa gati I rrin shejtani me I ndryshu senet. Bajrami I madh sipas popullit është bajrami mas Ramadan. Ky Kurban Bajrami është bajrami I vogël. E kjo nëse I këshyr ka vlera musliman është komplet e kundërta. Domethënë Kurban Bajrami për ka vlera është bajrami I madh nëse e këshyr për ka vlera. Thot Allahu Azza wa Jall, dita më e madhe e haxhit është kë. Ditë kur sakrifikohet shumë për Allahun Azza wa Jall. Kësaj dite, si ditë I vjen ngat dita e Arafatit. Domethënë me ditën e Arafatit janë shumë afër për ka vlera, për ka gjendja, domethënë janë shumë afër, domethënë shkurt ky për ka vlera ish duft me kanë bajrami I madh I njohur. Mirë po shejtanin e mëson që ta ai është bajrami I madh, ky është I vogli, ky është I vogli. Domethënë veç hajt që aty ka përceje pak se nuk është sigur ai tjetri. Domethënë shejtani nuk gutet. Para 100 vjetë ta qet kurthën, mas 100 vjetë ti bjen ta, ai nuk gutet se ka për gutaj. Kjo nuk do me thonë që na I shkatru si popull nëse I thojmë atina jo, në këta vetëm e shfrytëzova me të kallëzu që ky Kurban Bajrami e ka vlerën shumë më të madhe se sa I bajrami tjetër e para, dhe me të kallëzu që kurthat e shejtanit nuk nalën korr. Kështu që na duhet me kanë shumë syqel e me këshyr kuj ka qit kurtha shejtani mi aprish. Elusëm Allahun Azza wa Jalla na bëj muslimanëve të mirë.